shëngjoni në ungjillin e tij në prologo, thot: hiri dhe e vërteta erdhen nëpërmjet Jezu Krishtit, një personi hyjnor dhe njerëzor. Profeti Izai, siç kemi dëgjuar në leximin e parë, shpalli që populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Kjo shprehi mbetet gjithmonë aktuale. Edhe sot shumë njerëz përjetojnë errësirën, siç dëgjojmë e shohim, të luftës, të frikës, të pasigurisë, të vuajtjes, të mungesës së domethënies dhe kuptimit të jetës. Përballë kësaj errësire e hyj nuk përgjigjet me forcën e pushtetit njerëzor, por me përvujtërinë e një fëmije të vogël. Ai nuk vjen për të gjykuar, sepse gjërat nuk shkojnë mirë, por për të shpëtuar. Nuk vjen për të sunduar, por për të shërbyer. Nuk vjen për të menjanuar, përjashtuar dikë, por për të përfshirë. Sa bukur këtë mbrëmje, edhe njëve ndjehemi të përfshirë, familjet tona janë bashkuar, fëmijët, trit, emigrantët, burrat janë kthyer për të qenë së bashku në këtë natë të lume. Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia abandon ndër ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndaj këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të ruhet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të zbehet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kur, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, kthehet në jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë në errësirë. Vetëm prania e Tij mund të ndriçojë zemrën dhe shpirtat tanë dhe mund të japë jetës tonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë dhe mësimi i Tij, thot psalmisti, është një llampë për udhëtimin tonë në këtë jetë.